Konfederata e Punëdhënësve është për rritjen e pagës minimale, megjithatë ata kërkojnë që për shumën nga 600 deri në 6.000 denar të lirohen nga kontributet sociale, ku edhe punëdhënësit edhe qeveria mund të ndihmojnë në drejtim të rritjes së pagave të punëtorëve dhe forcimit të standardit të jetës. Mile Boshkov nga kjo konfederat në intervistën për Radion Evropa e Lirë tha se ata duhet i përfaqësojnë interesat e të gjithë punëdhënësve, veçanërisht të ushtruesve të pavarur të veprimtarisë, sipërmarrësve të rinj dhe zejtarëve, të cilët kanë vështirësi për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme në mënyrë që të mund të përballojnë rritjen e detyrimeve në lidhje me pagat dhe kontributet. Ka ndodhur në vendin tonë, por edhe në vende të tjera, që qeveria të marrë pjesë kur bëhet fjalë për standardin e qytetarëve. Prandaj ne ofruam një zgjidhje që jo subvencionimi, por lirimi nga kontributet sociale mund të jetë çelësi për rritje, përkatësisht ulje të kosteve të punëdhënësve në bazë të kontributeve sociale, por njëkohësisht edhe rritje të pagës neto për punëtorët. Kështu qeveria mund të marrë pjesë. Megjithatë, me gjas është e vetëdijshme se në muajin mars bëhet harmonizimi, prandaj edhe shtyn përfshirje në këtë aktivitet. Në lidhje me qëndrimin e odave ekonomike të cilat e problematizojnë produktivitetin e ulët të punëtorëve për të arsyetuar pagën minimale, Boshkov tha se bizneset e përdorin këtë si pretekst për të mos rritur pagën, ndërsa në fakt sipas tij, vetëm një numër shumë i vogël kompanish e din çfarë është produktiviteti. Jo vetëm në sektorin privat, por edhe në atë publik, punëdhënësit vërtet nuk dinë si të matin produktivitetin, sepse nuk kanë investuar as në mjete, as në dije, as në teknologji, absolutisht në asgjë. Me përgjithësi deklaroj se produktiviteti përdoret si një frazë boshe, si një justifikim për të mos e rritur pagën minimale, dhe me përgjithësi të plot, duke marrë mbi vete gjithë rrezikun. Them se punëdhënësit nuk e dinë, por duhet të mësojnë se çfarë do të thotë produktiviteti dhe matja e produktivitetit. Kujtojmë se lidhja e sindikatave vazhdimisht kërkon rritjen e pagës minimale në 600 euro. Për këtë javën e kaluar u organizuan edhe protesta, me çrast u bllokua hyrja e kuvendit dhe odës ekonomike, ndërka qeveria thot se për rritjen e pagës minimale duhet të ketë pajtim edhe nga punëdhënësit.